Atëherë përshëndetje, unë jam Gena, këto janë 15 përgjigjet e mia, një kafe me lapin. Se kam menduar t'i pres asnjëherë sepse kështu jam mësuar dhe kështu do vazhdo të jem, është një pjesë e performancës time dhe flokët më bëjnë të ndihem ai që jam. Ndjenja e parë në skenë është publiku, sepse pa publik nuk ka adrenalin, nuk ka emocion, nuk ka muzik, nuk ka duar trokitje, nuk ka zë. Udhëheqja ime e parë ka qenë 3 vjeç kam puthur mamin. Dhurata më e çmuar që kam marrë donjëherë janë fëmijët e mi. Dhuratë më të madhe s'ka sepse nuk ka si kalamajt dhe ata janë gëzimi më i madh i çdo prindi, besoj. Më pëlqen të vozis vetë, më pëlqen të vozisin dhe të tjerët kur jam i lodhur, për arsye sepse nuk jam i koncentruar. Jam pro për tatuazhet për arsye sepse ato mbartin një dizajn që secili e përcjell një mesazh me atë tatu që bën. Më pëlqen normal femrat që kanë një veshje klasike, sepse kanë më shumë klas, duken më bukur, duken më femër. Fobi kam vetëm nga Zoti. Prej 1 deri në 10 besoj se deri në 4 jam i kompleksuar, pastaj jam free. Të gjitha kanë këtë shikoj të suksesshëm sepse çdo produksion që kam nxjerrë e kam bërë me shpirt, nuk e kam bërë asnjëherë për ta shfaqur diçka që nuk përcjell mesazh. Unë çdo këngë që e bëj me shpirt, me tekst të bukur, me muzikë të bukur, dhe çdo këngë e dua. Tre detaje që karakterizojnë Genën janë karakteri im, është performanca ime, edhe muzika që bëj. Asnjëherë në botë s'do pranoj, nëse do ishte Zoti po të më theshte Gena ti duhet të qetësh flokët dhe unë do t'i prisja flokët. Shprehjet që them më shpesh mendoj se janë të shumta, domethënë, po s'mund të fiksoj diçka. Hajde! Adoleshenca ime ka qenë si të gjithë kalamajt që janë rritur në Shqipëri, sepse unë jam një gjenerat ku jemi rritur në monizëm dhe normal që kemi qenë të gjithë pak a shumë barabar, dhe ka qenë një adoleshencë e rritur me sakrifica, me mundime, derisa ka hyrë demokracia dhe Shqipëria ka pasur ndryshime dhe neve kemi fituar të gjithë ata në Shqipëri kanë fituar diçka ndryshe, domethënë kanë kuptuar që jeta është shumë e bukur. Asnjëherë s'kam luajtur PlayStation, nuk më pëlqejnë lojrat kompjuterike dhe ju jap mesazh dhe atyre që duan të luajnë kompjuter, argjojnë kohën kot. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të t'i them dy fjalë që kur s'ti thash. Përshëndetje, një kafe me lapin.